punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Miq, në Tru Podcast ka ardhur një biznes i ri për të promovuar. Është një nga shumë të tjerë që kanë për të ardhur dhe do promovojnë bizneset e tyre në dritaren tonë. Biznesi sapo ardhur është Red and Black Motors, me destinacion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Red and Black Motors, juve gjeni mikun për makinën tuaj ideale. Transparenca është leitmotivi dhe kryefjala e kësaj kompanie, sepse mbi transparencën ngrihet edhe ndershmëria mes të 2 apo 3 palëve. Çdo makinë kontrollohet me kujdes, si në interior, si në eksterior, si në kamio, si në motor, si në çdo detaj tjetër teknik. E tregojnë çdo gjë hapur, pastër, duke ju treguar edhe defektet që mund të ketë makina dhe me sa para rekuperohen apo rinovohen, dhe të gjitha këto lloj defektesh, le të themi, që juve ju kushtojnë ekstra, ulen në çmim. Gjithashtu duhet fiksoni që ka edhe ndrrime, jo vetëm me makina, por thelbi i filozofisë të ndrimit është pasi të dakordsohen të dyja palët për çmimin e gjës që po futet në clearing, pra të makinës apo të një ore apo të një nuk e di se çfarë mund të përdorni juve për të blerë makinën që doni duke përdorur clearingun. Në Red and Black Motors juve nuk gjeni shica, sepse shica ka kudo, por gjeni miq tuaj për makinat. Ka doktor makinash që janë serviset e mirë, po ka edhe miq makinash, ku një ndërta është edhe Red and Black Motors. Kontaktoni në 2 numra në WhatsApp, janë numra amerikan. Në +1 203 802 88 49 ose +1 203 802 48 24. Red and Black Motors, garanci, sinqeritet dhe besim. Merrni telefonë, porosit makinat nga Amerika, super makina. Përshëndetje miq të Tru Podcastit. Faleminderit juve që na bëni subscribe, abonoheni në kanalin ton. Është duke u rritur për ditë. Falenderoj të gjithë donatorët që nëpërmjet IBAN-eve tona në euro dhe në lek donojnë për këtë podcast, i cili është i lirë në 100%, pra nuk ka skenar, nuk ka prapaskena, nuk ka lajme showbizi, roz, politik e gjitha me radhë, nuk futemi në krevatet e tjerëve, por flasim për lojën pa u kapur me lojtarët, sepse janë lojtarët ata që japin jetë lojës. Një ndër temat shumë interesante që në Tru Podcast është përmendur disa herë, shumë herë, ka qenë sistemi i drejtësisë, siguria juridike dhe çfarë po bëhet sot me ta shquajturën drejtësia e re. Është kjo drejtësia e re apo është vazhdim i një drejtësie të vjetër? Dhe në fund ditës, a ekziston ky nocioni drejtësie e re, drejtësie e vjetër? Pra, kur kemi pasur drejtësi të vjetër, pse duhet ta ndrojmë për të sjellë të rend? Çka ka sjell ndryshe kjo e reja? Dhe për këtë lloj teme nuk kam gjetur njëri më adapt për të folur sesa me zotrin, avokatin e nderuar Eugen Beçi, ish prokuror, i cili ka edhe studion e vet legale, Beçi Attorney and Law, studio ligjore. Kështu që e gjeni vet, e gjeni edhe në LinkedIn, Eugen Beçi, është shumë serioz, unë kam shumë respekt, nuk e njihja personalisht sepse nuk na ka rastisur që të përplasemi apo të takohemi në për studio, nga që unë bëj trajtim politik dhe Eugeni bën trajtim juridik, por ja që Tru Podcasti na solli edhe një mendje të mençur e të ndritur në kotecin tonë të vogël. Eugen, faleminderit. Mirë se ju gjeta dhe suksese. Të falenderoj mik. Shikoj, ta nisim direkt se
kjo tema e drejtësisë re mua më bën pak alergjik. Edhe në studiot në daljet e mia publike, në për studio, kur flitet për këtë drejtësinë e re, kur flitet për kryeprokurori, më fusen në dyshime të thella, sepse e kam pas 10 të drejtën kushtetuese në vit të parë të shkencave politike, kemi pas detyruar. Dhe ne dinim që gjyqësori, si pushteti gjyqësori që prezumohet të jetë check and balance i pavarur nga legjislative dhe ekzekutive, ishte gjykatësi. Në këtë drejtësinë e re na del kryeprokurori. Ma bën do tani, ma heq do të pak të dilemën time hamletiane. Kjo është një dilemë e cila në tërë botën nuk është zgjidhur. Nuk është zgjidhur për faktin e thjeshtë se në shumë vende të botës prokurori shpesh herë është i atashuar dhe në varësi të qeverisë të ekzekutivit. Ka shumë shtete edhe në Bashkimin Evropian që shpesh herë Spanja për shembull ose në një shtet tjetër e trajtojnë prokurorin si pjesë të Ministrisë së Drejtësisë ose më thënë më ndryshe si pjesë e ekzekutivit. Në parimin e përgjithshëm që ju thoni me të drejtë, në të drejtën kushtetuese, në parimet e përgjithshme të së drejtës, prokurori nuk është asgjë tjetër veçse një avokat i shtetit, një përfaqësues i shtetit, një mbrojtës i interesave të shtetit, mbrojtës i interesave të publikut, dhe nuk është në shumë vende, siç të thash, pjesë e sistemit drejtësisë. Prokurori është një pjesë e rëndësishme, aktor i rëndësishëm i sistemit të drejtësisë, po drejtësia në vetvete është parim i cili ka filluar që nga Roma e lashtë nuk ka për të ndruar, është gjykata, nuk është prokuroria. Gjithmonë duhet të mendojmë, në rast se ka ardhur koha në Shqipëri që prokurori të shkojë atje ku e ka vendin edhe në koncept, ke ekzekutivi është tjetër problem, por sot që flasim është një aktor i rëndësishëm i sistemit drejtësisë, por nuk është drejtësia në vetvete, është gjyqësori ai që formëzon faktin e të dhënit të drejtësisë. Është gjyqësori ai që dëgjon për ta thënë më mirë, më qartë për dëgjuesin tënd. Kemi një prokuror që ngre një akuzë. Po. Kemi edhe një avokat që do mbroj klientin e tij përballë akuzave të shtetit, se prokurori do ngrej akuzat e shtetit. Atëherë, këta dy persona përballen me gjykatën. Është gjykata ajo që vendos, dhe për ta thjeshtëzuar akoma më tej, nga fillimi i hetimit të një çështjeje, derisa çështja të shkojë për gjykim, prokurori është zoti i hetimet, është organi procedues, kështu e parashikon ligji. Por deri këtu nuk kemi dhënë drejtësi akoma. Drejtësia fillon të jepet në momentin kur prokurori plotëson dosjen, plotëson dokumentacionin dhe e paraqet para një gjykate për të mos hyrë në hollësitë për gjyqtari i seancës para prake, ja kalon gjyqtarit të themelit dhe aty fillon të jepet drejtësia. Pra drejtësia e vërtet fillon të jepet në sallën e gjyqit, dhe në sallën e gjyqit me ligjet e shkruara dhe me praktikën që duhet të barazohet me fuqinë e ligjeve të shkruara, prokurori dhe avokati janë të njëjtë, janë palë në sallën e gjyqit. Çfarë nënkupton kjo? Kjo nënkupton që mbi këta është vetëm gjykata. Nuk mundet që prokurori të jetë në krah të gjykatës. Prokurori është përballë gjykatës, siç është avokati përballë gjykatës. Ky është parimi i përgjithshëm. Dhe shpeshherë shumë shtete europiane e kanë nuhatur këtë situatë dhe këtë pyetje që ju bëni. Dhe thonë, prokurori është pjesë e sistemit drejtësisë apo është një aktor që ndihmon sistemin e drejtësisë? Kjo e dyta është më e sakta. Është më saktë, ja afrohet vërtetës. Kjo e dyta është më e sakta. Kjo e dyta është më e sakta edhe për faktin e thjeshtë që dhe avokati është pjesë e sistemit drejtësisë, por nuk e jep drejtësinë. Për këtë arsye, në Shqipëri duhet kuptojmë që projektorët e dhënies së drejtësisë, projektorët e ruajtjes së të drejtave dhe lirive të njerëzit, projektorët e ruajtjes së sigurisë juridike që ju e përmendët në fillim, nuk janë prokurori dhe avokati, është gjykata. Projektorët duhet i drejtohen gjykatës. Në rast se kemi shkelje të lirive dhe drejtave të njerëzit gjatë një hetimi, siç pretendohet shpeshherë në Shqipëri. Dikush del në një emision rubrikën Sy më sy dhe fillon e shan gjykatën. Fillon e shan prokurorin, më fal. Dikush del ke selia e vet dhe shan prokurorin prap. Harrojnë që askush nuk merret me gjykatën. Gjykata është ajo që thot, "Ore prokurori dashur, hajde pa këtu." Ti ke bërë 1, 2, 3 veprime. Këto 3 veprime janë në shkelje të ligjit, janë në shkelje të lirive dhe drejtave të njerëzit. Merre dosjen dhe ik. Kjo është drejtësia e vërtet. Dhe prandaj kur ne si popull, ne si qytetar, ta kuptojmë që çdo ankesë që un kam duhet ta ballafaqoj me gjykatën, jo me prokurorin, do çlirohemi nga një mentalitet i cili shpeshherë të lidh edhe me kohën e remishencat komuniste, ku mendonin që hetuesi vendoste akt akuzë dhe mbaronte puna. Nuk është kështu. Shpeshherë këtu neve kemi folur me të ftuar, kemi bërë trajtim sociologjik,
psikologjik, psikoanalitik, varet nga i ftuari, për këtë ndrojen që ka gjykatësi sot nga prokurori. Më thënë, respektivisht nga SPAK-u, se SPAK-u është pushtet tjetër në ndarjen e 3 pushteteve që kemi mësuar neve të Rusojit, shtuar dhe një 4 që është SPAK-u. SPAK-u në dijenin time diletante juridike ka të drejtën të përgjojë edhe telefonin e gjyqtarit. Pra, një prokuror i cili është pal në gjyq, është bazë e piramidës së sistemit drejtësisë, mbahet sistemi drejtësisë, po nuk është a priori drejtësi sepse është njëra pal kundër tjetrës, pra e komplementare. Preken te ky gjykatësi. Në momentin që ky prokurori që është njëri kënd i këtij trekëndçit drejtësisë, përgjon gjykatën, a mund të flasim këtu për vendime drejta? Jo vetëm kaq. Ju keni kapur vetëm një element. Unë të flas vetëm në një element teknik. Elementët teknik shpeshherë e zhbalancojnë atë pavarësinë e gjykatës dhe barazinë e palëve. Pse e them këtë? Në faktin që në rast se prokurori ka të drejtë të përgjojë një gjyqtar, sigurisht që gjyqtari është, po themi, i paragjykuar nga prokurori, është i kapur nga prokurori, është, po themi, edhe i shantazhueshëm nga prokurori. Në rast se një gjyqtar ka një garanci për funksionin e vet, në faktin e thjesht, jo vetëm të përgjimit, por dhe të ushtrimit të ndjekjes penale. Për gjyqtarët, ushtrimi i ndjekjes penale duhet të jetë i kujdesshëm. Domethënë që të fillosh çështje penale për një gjyqtar ose duhet krijosh një bërtham tjetër, e cila nuk ka lidhje me sallën e gjyqit ku vetet ai gjyqtar, ose të përpiqesh të krijosh mekanizma të cilët krijojnë një prokurori, një zyrë më vete të prokurorit që do hetojë dhe do gjykojë gjyqtarët, sepse në çdo moment është jo i shantazhueshëm, po i paragjykueshëm, edhe shpeshherë me rezultate të sforcuara, fakti që një prokuror që ka në dorë të fillojë çështje penale, ka në dorë të përgjojë një gjyqtar, ka në dorë të realizojë tërë procesin e hetimit për një gjyqtar, nesër shkon në sallën e gjyqit dhe ka një dosje tjetër. Futemi në sociologji, futemi në psikologji, ku doni ju. A mendoni ju që një gjyqtar i cili e di prokurorin që ka në sallën e gjyqit mund t'i bëj gropën nesër nëpërmjet ushtrimit ndjekjes penale, nuk do e tolerojnë në disa shkelje që ai ka bërë në një dosje tjetër, sigurisht që e tolerojnë. Absolutisht. Vetë logjika zhbalancohet koncepti i një gjykate të pavarur në rast se gjithmonë gjyqtari do ketë brenda zyrës së tij dhe prokurorin që do e kontrollojë. A duhet ketë kontroll gjyqtari? A duhet të ushtrohet ndjekja penale ndaj gjyqtarit? Sigurisht që po. Atëherë le të krijojmë një institucion tjetër. Të krijojmë një institucion brenda prokurorisë përgjithshme. Të kthehemi te pyetja juaj. Drejtësia e re me drejtësinë e vjetër. Drejtësia e vjetër, për shembull, e kishte të zgjidhur këtë problemin e konfliktit të interesit, po ta quajmë, që gjyqtari i gjykatës me prokurorin pranë kësaj gjykate ka një marrëdhënie institucionale të krijimit të çështjes penale nga prokurori ndaj gjyqtarit. Atëherë çfarë kishte ajo drejtësi e vjetër? Ajo drejtësi e vjetër kishte dy elementë të rëndësishëm. Në prokurorinë e përgjithshme, kompetenca e prokurorit përgjithshëm, kur themi prokurorit përgjithshëm, e zyrës prokurorit përgjithshëm, institucionit. Kompetenca e prokurorit përgjithshëm ishte që të kishte fillimin e çështjes penale për gjyqtarët e gjykatës së lartë dhe për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Ja u zgjidh problemi i konfliktit të interesit. Pse u zgjidh? Sepse prokurorët e prokurorisë përgjithshme nuk përfaqësojnë akuzën në shkallë të parë ose në gjykatë kushtetuese, jo të gjithë. Dhe të vëmë ke shkalla e parë. Prokurorët e gjykatës së shkallës së parë ushtronin ndjekje penale për gjyqtarët e vendit fqinj, e rrethit fqinj. Në rast se një gjyqtar i një gjykate të një rrethi kryente vepër penale, nuk do e merrte në ushtrimin e ndjekjes penale kompetencën prokurori atij rrethi, po do shkonte në prokurorinë e rrethit më të afërt fqinj. Dhe këtu shmangej, po themi, konflikti i interesit, edhe mënyra se si duhet që drejtësia të ecte. Në këtë parim, sot ku jemi, kemi një prokurori e cila gjykon të tërë gjyqtarët e Republikës Shqipërisë. Atëherë,
Në rast se kjo prokurori për vepra të caktuara, Po. megjithëse ka subjekte që për antar të gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese, edhe dhun familje të bëjnë ata, do i gjykoj prokuroria e posaçme. Atëherë, a mos duhet që të zgjidhet në një formë tjetër që të krijohet një grup prokurorësh i cili nuk ka punë për ditë me atë gjyqtarin, që ta thjeshtëzojnë për popullin. Nuk mund të rrish ti gjyqtar dhe prokuror në të njëjtën sallë gjyqi gjithkohon për shumë çështje dhe pastaj ti si gjyqtar të kesh frikë se unë si prokuror mund të filloj në një çështje ndaj teje. Duhet një prokuror tjetër më objektiv. Dhe ky konflikti i famshëm i interesit krijon atë përshtypjen që pavarësia e gjyqësorit të cënohet nga vetë fakti se jemi njerëz. Çfarë do të themi ne? Jo, po gjyqtari është i fortë, gjyqtari është trim, gjyqtari nuk do t'ja di se çfarë i thot prokurori kur zbaton ligjin. Ka një grup interesash të cilat lidhen ngushtësisht me rimangën që ka krijuar legjislacioni i LD-n, KLP-n, KLG-n, kompetencat e prokurorit ndaj gjyqtarit, të tërë këto element me faktin që shpeshherë në gjyq thuhet në ligje, shpeshherë në ligje thuhet që kur fillon çështja penale ndaj gjyqtari automatikisht pezullohet. Atëherë, në rast se një prokuror do të heq qafën një gjyqtar, po themi në thonjza, çfarë bën? Ushtron ndjekje penale, fillon çështje penale, e merr pandeur, ja automatikisht u pezullua. Prandaj këtu duhet një iniciativë ligjore që ky moment të rregullohet. Nuk mundet që prokurori me cilin ti si gjyqtar bën gjyqje për ditë, ti edhe ai i cili të kontrollojë dhe të fillojë çështjen penale aty. Nuk ka ngelur shumë, zoti avokat, në qarkullim. Sita e rilindjes apo e politikës të kalbur 34 vjeçare i lanë vetëm një grup njerëzish të kaptin sistemin e drejtësisë, të rrinin brenda sistemit të drejtësisë, dhe kur ka shumë pak njerëz në qarkullim, normali do krijosh afeksione edhe personale, mëse ty të pëlqen gashi si çon e ke mik, e mbyll njërin sy, qoftë edhe pa korrupsion, po e je dashamirës, nuk do që atë të dëmtosh, apo unë karshite. Pra, kur ti je pak njerëz në një institucion që punoni bashk, lindin jo vetëm për lindë dashuri midis shifteve që punojnë. Jo më misira që po. Si ta zgjidhim këtë? Shiko, prandaj thash, korpusi ligjor që është krijuar shpeshherë duke u komplikuar, duke u bërë hyr ke KLP-ja, dir ke KLG-ja, nga KLG-ja shko ke ILD-ja, nga KLD-ja shko ke nga ILD-ja shko ke Ministria e Drejtësisë, shpeshherë implikimi shumë i madh i korpusit ligjor e bën të shantazhueshëm çdo gjyqtar dhe prokuror për atë që ne quajmë sigurinë juridike për vetë gjyqtarin dhe prokurorin. Dhe duke qenë një merimangë e tillë ligjesh, e cila shpeshherë nuk është e qartë për atë që ju thoni, sigurisht që zgjidhjet janë të vështira, duke marrë në konsideratë atë që quhet e drejtë zakonore. Dhe çfarë nënkuptojmë? E drejta zakonore nënkupton faktin që në fshatin e vogël, siç pëlqen shumë njerëzve trendi ta quajnë, që është Shqipëria, në këtë fshatin e vogël të gjithë njihen, të gjithë kanë një lidhje, të gjithë krijojnë ato marrëdhënie shoqërore, pse jo dhe fare fisnore, dhe është e vështirë që të gjesh njerëz objektiv dhe njerëz të cilët objektivisht të vlerësojnë një moment të caktuar. Atë çfarë duhet ndodh? Siguria jepet vetëm nëpërmjet ligjit, dhe siguria duke u dhënë vetëm nëpërmjet ligjit ka vetëm një parim, të jetë sa më i thjeshtë, sa më korrekt, sa më i sakt dhe jo i implikuar. Domethënë, një gjyqtar fillon çështja penale për këtë gjyqtar nga ky prokuror dhe ky prokuror ushtrohet ndjekja penale ndaj tij nga një gjykat tjetër. E thënë më shkurt, pse diskutojmë këtë pjesë? Nuk diskutojmë dhe pjesën tjetër, që a mundet që një korpus prokurorësh të hetojnë veten. Po kjo pastaj kjo është dilemë kështu. Domethënë hajde të gjykojmë veten. Leviatan. A mundet që ne që jemi të bashkë të dy në një zyrë, unë të them që do filloj çështje penale ndaj teje. Nuk ndodh, për shumë arsye, për arsye të mentalitetit, për arsye të marrëdhënieve që krijohen gjatë punës dhe dhe mbi të gjitha për mungesë të objektivitetit, si për të mirë dhe për të keq, se ne mendojmë gjithmonë lehtësimin, se jemi diabolik her pas here. Po pse mos mendojmë të kundërtën, që unë të kam ina ty dhe do filloj çështje penale dhe do të gropos. Se ndodhe kjo. Ndodhe se janë këto që janë brylat. Po pra. Bryla shumë, këtu ka shumë bryla,
Jemi vetëm i vend që kemi edhe një lagje që i quajmë Bryl, sa të kemi me dëshirë të madhe. Kështu që për këtë arsye, të gjithë këto element të çojnë në faktin që siguria juridike krijohet me ligje dhe institucione sa më të thjeshta, për të shkuar prapa atje ku ju thatë. Drejtësia e vjetër mund të kishte shumë probleme dhe duhet patjetër të reformohej, por me shtimin e institucioneve, të cilat përgjigjen për mbarvajtjen e drejtësisë, përgjigjen për qeverisjen e gjyqësorit në përgjithësi, ne vetëm e komplikojmë situatën. Duhet të jenë sa më thjeshta gjërat. Nuk duhet kemi 7 komisione, 7 seksione, 7 KLD-ra, KLP-ra dhe në fund mos kemi salla gjyqi dhe gjyqtar. Sa e frikshme është, unë e kam ngritur në diskurin tim publik, sa e frikshme është që neve për 3 vjet kemi qenë pa gjykatë kushtetuese. Ajo nuk është e frikshme, është mungesë totale e sigurisë juridike. Është mungesë totale e mosbalancimit të shtetit dhe mosbalancimit të pushteteve, të cilat sigurisht garantohen nga gjykata kushtetuese e një republike. Sepse mosbalancimi i pushteteve krijon atë që quhet shinat e autokracisë, nda që quheni, shinat e diktaturës, si të doni quheni. Mungesa 3 vjet e gjykatës kushtetuese bën që një shtet, sa doj mirë tjetë njeriu, të krijoj ligje abuzive, të krijoj VKM abuzive, të shkel liritë dhe drejtat e njeriu. Dhe pas 3 vjetësh, kur të filloj gjykata kushtetuese, me stokun e dosjeve, me gjithë elemente tjerë, ti je mësuar me një sjellje të paligjshme dhe e ke të vështirë pasaj të futesh në shinat e lishmërisë. Ke bler korrupsionin. Dhe e ke të vështirë të futesh në shinat e lishmërisë. Dhe për këtë arsye nuk është vetëm mungesa 3 vjet e gjykatës kushtetuese, por një pamënçuri ose po të themi një mungesë e studimit të mirëfillt të fizibilitetit të krijimit të një reforme ka sjell atë pasojë që sot ne kemi stok dosjesh në gjykatën e shkallës parë, stok dosjesh në gjykatën e apelit, stok dosjesh në gjykatën e lartë dhe një mungesë zhdërvjellësie, po themi jo stok, se gjykata kushtetuese s'mund të ketë stok, sepse është vetë natyra e tillë, mungesë zhdërvjellësie për të qenë koherente të gjykatës kushtetuese. Atëherë, pyetja që lind është, si mund të kesh siguri juridike kur sistemin gjyqësor e ke me ato në përkëmbë dhe sistemin tënd gjyqësor ti e ke minimalja pa sloganin e famshëm, drejtësi e vonuar, drejtësi e harruar. Në rast se sepse ne jemi përqendruar, do të kaloj në një temë shumë e rëndësishme kjo. Ne jemi përqendruar kryesisht ke prokuroria e posaçme, ç'po ndodh, çfarë s'po ndodh. Jo, të merri më i madh është gjyqësori në përgjithësi, nuk është prokuroria e posaçme. Prokuroria e posaçme, prandaj do ndaloj. Prokuroria e posaçme me të mira, me të këqijat e veta, do heci, do rregullohet, do sistemohet, është një grup i vogël prokurorësh të cilin ti e ke gjithmonë në fokus edhe ato do rregullohen. Problemi më i madh këtu është sistemi gjyqësor në përgjithësi, sistemi i drejtësisë në përgjithësi, konfliktet civile, konfliktet administrative, konfliktet, po themi të kodit familjes, si do rregullohen nga ky legjislator, si do rregullohen nga ky gjyqësor i cili është minimalisht 5 deri në 6 vite prapa për sa i përket ecërisë sistematike të dosjeve apo të padive, për mos thënë edhe 10 vjet në vende të caktuara, në fusha të caktuara të konflikteve. Pra, në rast se kemi në rregull, po themi, e quajmë në rregull dhe është në rregull, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Atëherë, siguria juridike nuk është kjo. Siguria juridike është që unë kur të zihem me ty, të kemi një gjykatë të shpejtë të më zgjidh konfliktin. Unë kur të kem një problem administrativ me shtetin tim, të ma zgjidh një gjykatë administrative shumë shpejt, qoftë një flet gjobe, gjithçka që mund të jetë tjetër që është objekti administratives. Unë kur të zihem me komshiun për gardhin, të kem një gjykatë e cila të më ndihmojë sa më shpejt ta zgjidh problemin, mirë apo keq do futem në sistemin e drejtësisë, në ato shkallët që ka sistemi gjyqësor, por mos vete në vetgjyqësi. Unë dua një shpejtësi edhe në zgjidhjen e konflikteve penale të veprave penale, se shumica e veprave penale janë ato që quhet jurisdiksioni i përgjithshëm, nuk janë në prokurorinë e posaçme. Është prokuroria e përgjithshme, janë prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm në përrethe. Njerëzit më shumë rrihen se sa vriten. Njerëzit më shumë ushtrojnë, po themi, dhunë në familje. Ka një grup veprash penale që janë
pafundësisht. Dhe sot që flasim, prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm edhe të duan të bëjnë të mirën dhe të duan të jenë heronj, e kanë të pamundur të realizojnë procesin e hetimit objektiv dhe cilësor. Pse e kanë pamundur të realizojnë procesin e hetimit objektiv dhe cilësor? Sepse në rast se një prokurori ti në vit i ngarkon 300 apo 400 çështje në rreth dhe 500 apo 600 çështje në Tiranë, a mendon ti se ai prokuror do ketë mundësi të zgjidhë në mënyrë objektive dhe të realizoj veprimet hetimore në mënyrë objektive? Minimalisht i bie që zgjidhësh një çështje në ditë, dhe një çështje në ditë është e pamundur qoftë të bësh atë vendimin e regjistrimit, që është minimalisht 300-400 faqe dosje për me lexuar, që është gjëja më rutinë në botë. Atëherë, çfarë kemi bërë me shtimin e fluksit të dosjeve, me paksimin e personelit, me paksimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, ne kemi cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë cilësinë e drejtësisë. Dhe duke cënuar cilësinë e drejtësisë, sigurisht që cënon ato që quhet siguri juridike. Se duket fjalë e madhe siguri juridike. Siguria juridike për ta marrë edhe në ato që ne shpesh e themi, mungesa e shtetit, dikush do e plotësoj mungesën e shtetit. Dhe kush e plotëson vetë gjyqësia. Çfarë ndodh? Në rast se unë zihem me ty dhe e di që në gjykat do të vë 10 vjet, vi edhe zgjidh më mirë problemin drejt për drejti me ty. E shmang shtetin. Por në rast se e shmang shtetin në tëra llojet e konflikteve, kjo është një mungesë e sigurisë juridike, se nuk do kthehemi në pleqt e kanunit për të zgjidhur problemet tona. Për të gjitha këto elementë që thash, ka qenë e paparashikuar fare mënyra se si reforma në drejtësi do paksonte personelin dhe se si ti do e zvendësoje. Dhe kjo shpeshherë ka qenë një ndër arsyet që shumë vende të rajonit kanë refuzuar këtë lloj reforme që është bërë në Shqipëri me një argumentim shumë të thjeshtë. Ne mund të nxjerrim shumë njerëz nga sistemi, po e kemi të pamundur të zvendësojmë ato. Kush është logjikshëm? Dhe kemi të pamundur të zvendësojmë ato dhe duke mos i zvendësuar shpejt, ne krijojmë një problem në tërë popullsinë. Në rast se klasa politike, qoftë ajo në fuqi, qoftë ajo që tenton të vi, është e interesuar, mos ke drejtësi, ja i kanë realizuar qëllimin. Shkoj. Më lind natyrshëm pyetja. Unë kur vetëm burg, prezumohet që burgu mua të më rehabilitoj apo? Po. Që unë do të jem një qytetar shumë i mirë, të vuaj dënimin për veprën time penale XY dhe të dal të riintegrohem. Po. Po ashtu edhe stafi i gjyqësorit. Nuk mund të themi që kanë qenë lule të gjithë, sepse ka pasur drut të shtremër, po me të njomin, me të thatin është djegur dhe i njomi, thot një shprehje folklorike shqiptare. Këta njerëzit që kanë qenë aty te sistemi vjetër që i kanë nxjerr, pse i degenerojnë dhe i nxjerrin njash vëlla i përflakin i përbuzin kur kanë qenë shërbim shtetit me plus minuset e veta. Unë jam njeri, kam biznesin tim, në fund ditës nuk jam 100% çdo ditë. Po. Diskutuam parim që je njeri, je emocional, sa do të mendosh je racional, të ke subkonsciencën që nuk të lejon do të jesh 100%. Pse nuk i rehabilitojnë? Pra, ktheu një shkallë më poshtë, filloi puna nga e para dhe reintegro. Pse është kjo, domethënë, kulakët? Është mentalitet kulakët të përjashtuarit, do t'i flakim, do t'i hedhim. Kur ndërkohë ti në afatgjat shtetin tënd e ke shkatru. Pra ta lësh shtetin pa kushtetut, praktikisht pa kushtetut, se te kushtetuta këta kanë bërë letër bakalli, është e turpshme. Pra Trumpi i referohet amendamentit të parë që është bërë në 1820-ën, 1878-ën, në 2025-ën, ndërkohë neve unë kam kushtetutën në shtëpi, do të blej tjetër sepse s'jam më të njëjtat ligje janë hequr, janë bërë, e më thet tash. Si ka mundësi që një është bë paçavure dhe dyta ti heqësh kushtetutën shtetit, gjykatën kushtetuese, është si ta lësh parajsën pa Zot. Ta heqësh nocionin e Zotit nga parajsa. Janë pashmangshmërisht të lidhura me njëra tjetrën, Zoti dhe parajsa. Pra, si mua më shqetëson reagimi i qytetarëve, se në fund ditës jemi qytetar. Si mund ta bëj gjumin rahat unë, që kam pronat e mia, jam në luftë me shtetin për prishet, sepse rehabilitimi lumi Gjanica, dhe unë kam dosja 2017-ës nuk janë mbyllur akoma në administrative, o zotri. Edhe do presësh dhe ca vjet. Po sa mirë unë më do pres unë. Jo, në kuptimin e të gjithëve. Ore baba, le mua shpendi XY, jeni çuna të rinë do ta ndjekim.
Ore kushdo nuk duhet presi. Po baballarët tanë. Kushdo nuk duhet presi. I ri i vjetër nuk duhet presi. Domethënë, sepse siguria juridike këtë që po thua ti përcakton, po ti ndaloj me gjithë ato që ju tha. edhe një argument tjetër edhe pastaj e ke të lirë. Shkojnë në Gjermani. Pash dy veta që po ziheshin me një, po konfliktoheshin, më saktë, jo po ziheshin, se zanga është pejorativa. Do të hetë në gjyq ta edhe. E di sa i lumtur ishte. Do të hetë në gjyq sepse mua gjykata do më japi drejtën, ai beson te drejta sepse beson te gjykata. Neve jemi me gjykatën dhe me policinë sikur jemi afroamerikanët e bindovileve. Sikur jemi në ato favelat braziliane, ne po pam gjykat. Dhe po pam policë, neve ikim sikur ti je me gjithë të rregullat e botës ti, kemi kompleks. Pse? Po ky është kompleks sepse shpesh herë gjykatat dhe prokuroritë në Shqipëri ose tërë organet ligjzbatuese në vite të mëparshme, po dhe ndonjëherë me episode të caktuara dhe gjatë kohës që ne flasim, kanë qenë inkvizitor. Nuk kanë qenë bashkëpunues me qytetarin. Dhe duke qenë inkvizitor dhe duke qenë zhgënjimi i herpaseshëm i qytetarit, krijohet ky element i një kontradikte që ka që unë duhet ta shoh gjyqtarin, prokurorin, oficerin e policisë, punonjësin e shtetit në krah tim për të më zgjidhur problemin tim. Jo boboçmë gjeti se më erdhi ky. E para, dhe e dyta, duke shpjeguar atë që ju thoni, fakti që një shtet nuk e merr seriozisht fare investimin në specialistët e tij. Do thotë që një shtet nuk do t'ja di për vazhdimsinë, nuk do t'ja di për ligjin, nuk do t'ja di për funksionimin sistematik të tij. Pse e them këtë? Në rast se ka pasur patjetër probleme që shumë gjyqtarë dhe shumë prokurorë duhet dinin nga sistemi, duhet ishte, po themi, një peshore dhe një balancë më e logjikshme për sa i përket mënyrës se si duhet dal nga sistemi një prokuror dhe një gjyqtar. E para, a mundesh ti, një gjyqtar dhe një prokuror që e ke specializuar për 25 vjet, që ke dhënë para për ta ke investuar për ta specializuar këtë prokuror dhe gjyqtar. Taksa paguesit kanë paguar licencimin e tyre. Jo vetëm tyre. taksa paguesit, po kanë paguar dhe shteti, ka paguar dhe shtetet e huaja, të cilët kanë bërë trajnime dhe pagesa pafund. A mundesh ti, një prokuror të specializuar në fushën e terrorizmit apo të krimit organizuar për 25 vjet, ta hedhësh në rrugë për disa, po themi, shkaqe të cilat janë shumë subjektive dhe nuk merr një peshore për të bërë atë që ju that. Marrim një peshore dhe themi, sa i ka dhënë shtetit ky njeri? Dhe sa ka përfituar ose sa ka shkelur? Në rast se peshorja anon nga e mira publike, atëherë ti duhet të rregullosh ligjin, duhet të rregullosh mënyrën e përjashtimit të këtyre njerëzve. Kjo është ana objektive njerëzore. Nga ana pragmatiste, në rast se ti si shtet e ke seriozisht, duhet kuptosh që nuk mund të zbrazësh prokurorin dhe gjyqësorin nga këta gjyqtar dhe prokuror që kanë një trajnim shumë të mirë dhe pa patur zvendësues realisht të denj për të zvendësuar ata, sepse edhe nga pikpamja e moshës biologjike e ka të pamundur një prokuror i cili del nga shkolla e tij të vijë në nivelin e një prokurori që ka 20 vjet me përvojën e tij në një fushë të saktuar të ushtrimit të ndjekjes penale. Dhe për këtë arsye ti si shtet do mbetesh zbuluar, aq më tepër duke patur faktin e thjeshtë që ti nuk mund t'i fusësh të gjithë në një, është ajo zvendësimi, po themi zvendësimi i brezave dhe kalimi i përvojës. Shpesh herë në shumë testime, trajnime që bëhen për drejtues, pyetja është si do koordinosh ti përvojën e brezit të vjetër me risitë e brezit të ri. Atëherë, si mund t'i koordinosh ti ku një gjykat në një rreth X ti e ke të gjithën me gjyqtar të cilët përvojën më të madhe e kanë maksimumi 2 vjet në punë. Ku do marr përvojën e vjetër ai? Me kë do konsultohet ky gjyqtar që ka 2 vjet punë për një kazus që del gjatë ditës? Ulen pin kafen e mëngjesit gjyqtarët me njëri tjetrin dhe thon, "Ore, shpendi, ti ke 20 vjet në punë. Ka një ngjarje të tillë, pa emra, që mos ta quajmë paragjykuese. Si mund ta zgjidhje ti, sepse ke një përvojë. Unë them që do zgjidhje kështu, ti si do zgjidhje? Sot që flasim në sistemin e gjyqësor, kemi gjyqtar të cilët maksimalisht janë 3-4 vjet punë, me një përvojë 3-4 vjeçare. Kë do pyesin ata?
për përvojën e tyre, për përvojën që ka pasur dikush tjetër. Ai që kishte përvojë ti e morë çove në shtëpi. I tha dhe gjyqtarit të ri, mos i fol me gojë atij se atë e ka përjashtuar vetingu. Ai është kulak, ai është armiku i partisë, ai është një person i cili e ka shkatruar sistemin, mos i fol atij. Dhe tu mbetesh për të kaluar në një situatë të rinvestimin që ka bërë shteti 30 vjeçar për këta gjyqtarë dhe prokurorë, me të mirat dhe të këqijat e tyre, ti nuk e transmeton dot te brezi tjetër, sepse ti ke zbrazur me një të rënd të lapsit shumë gjykata dhe shumë prokurori dhe ke sjell një brez të ri i cili mund të bëhet shumë më i mirë se unë që flas. Por do bëhet shumë më i mirë pas 10 vjetësh. Mua më shqetëson mungesa e perceptimit se njerëzit kanë të drejtën e tyre për të përmirësuar edhe kur ke bën një gabim. Neve jemi një shoqëri shumë hipokrite o Eugen, se predikojmë Bibël e Kur'an tër ditën, po ka një shprehje aty, një gjë që nuk mahet mend fare. Ore, pranoje Zotin me qenë ateist tër jetën, një sekond para vdekjes dhe ti je besimtar, një sekond. Po. Kjo është alegori. Se thot Zotin prano mos prano. Ka dhe një problem tradite. Unë mendoj që nga Sali Berisha, nga Edi Rama, që për mua është e keqja më e madhe e këtij vendi, nga Ilir Meta, nga Enver Hoxha, në fund të jetës ti kur ka shumë eksperiencë, të shkosh edhe e ke manual politik, e ke manual juridik, e ke manual nuk e di se ç'a manuali. Pra i thu, nga këto gabime që ke bërë ti, me dashur apo pa dashje, ma nxjerr dot sintezën e kulluar se si unë ta çoj para. Sepse është eksperiencë dhe kur futesh në rrugë me gropa, që të prishet makina, ti me të vërtet bëhet dëm kolateral ekonomik, po ti kuptove një, sa mban makina jote, 2, sa bëjmë pjesët e makinës tënde, dhe 3, që nuk duhet ta provokosh më ta futesh rrotën atje. Do të ndrosh rrugën. Do ndrosh rrugën. Kjo lloj hipokrizie, perfeksioni. Ai është gjykat se nuk mundet do të jetë. Nga vash më i motër vlla, ti je prind. Sa herë je bë gabim me fëmijët e tu, pafund. Sa herë kanë bën gabim me prindërit e mi, pafund. Sa herë kanë bërë zyshat me mua dhe anasjellës, pafund. Unë me studentët e mi. Prandaj duhet ajo peshorja që thash. Duhet më marr, ore ky në thelb është i mirë, na e mësoj diçka apo s'na e mësoj diçka. Kjo hipokrizia kolektive, sikur ne jemi Krishti. Unë e përmend shumë shpesh këtu në podcastin tim. E vran Krishtin edhe kanë 2000 vjet që mbajnë kryqin, valla. Po. Të jap një shpjegim edhe për këtë. Ka një logjik. E para e punës, reforma duke marrë të sinqert. E marrim të sinqert. Po. E pa Partia Socialiste që ishte në pushtet dhe kishte mundësinë të bënte me vota ç'të donte, Po. siç ka dhe sot mundësinë të bëjë ç'të doj, kishte një sinqeritet të jashtëzakonshëm, donte më në fund të vendosë sistemin e drejtësisë Po. në Shina. Po. Bën një gabim. Ose një gabim, po themi se duke quajtur sinqert, se në rast se nuk Po. është e sinqert, nuk është më gabim, është një qëllim. Është manual. Po. Është manual pastaj. Nuk prekën ato që do duhej të preknin. Çfarë duhet preknin? Cilësinë. Si preket cilësia? Reforma në drejtësi, që të japësh drejtësi, duhet të kesh shpejtësi në hetim, shpejtësi në gjykim dhe transparencë. Objektiviteti në gjykim dhe në hetim krijohet me më shumë prokuror dhe me më shumë gjyqtar, jo me më pak. Domethënë, nëse në Shqipëri ti kishe 380 prokuror, ti duhet të dyfishoje këta. Sot që flasim duhet 3 fishuar, mendoj unë. Por minimalja duhet të dyfishoje. 4 fisë. Të njëjtën gjë duhet bëjë edhe për gjykatëtarët. Pse? Sepse do ulej ngarkesa në punë dhe do rritet cilësia e dhënies së drejtësisë. Ky element i parë. Elementi i dytë, transparenca. Transparenca në sistemin gjyqësor ka një pikë shumë të rëndësishme. Drejtësia që të kuptohet duhet dhe të duket. Atëherë që të duket, sa salla gjyqi ke në Republikën e Shqipërisë? Sa gjykata dinjitoze në objekt ke në Republikën e Shqipërisë? Sa gjykata të kompletuara në infrastrukturë ke në Republikën e Shqipërisë? Por kur flas të kompletuara, jo në çdo rreth ke një sallë ku ke vënë 2 mikrofona dhe ke vënë 2 kamera, por të kompletuara ku çdo gjyq, si administrativ, si civil, si penal, nga i më i thjeshti deri ke më i vështiri, të bëhet në praninë e kamerave dhe në praninë e mikrofonave. Mos bëhen gjyqet në përzyra. Kjo është transparenca. Ndërhyri reforma në këtë element që thashun, zero. Po.
nuk ndërhyri. Atëherë, në rast se nuk ka ndërhyrë në këto element, dikush do thotë që shiko, jemi shtet i varfër, nuk kemi financa. Po. Ka dhe një thënie shumë të trisht. Kur je i varfër, mund ta kesh drejtsinë të mangët, sepse drejtësia do para. Po. Do një shtet fuqishëm, dhe për të vazhduar me elementin njerëzor. E gjithë kjo reformë çfarë bëri? U kthyen ke ai që më kujtove Enver Hoxha. Enver Hoxha u përpoq të fus një sistem shumë të çuditshëm. Nuk edukohet njeriu i ri. Nuk krijohet jo vetëm dhe ai tentoi që të edukojë njeriu e ri. Ai e kishte me synimin që të bëjë njeriu socialist. Kurse këta në reformë tentuan të thonë që ti prokuror dhe ti gjyqtar nuk duhet të jesh hajdut. Njeriu që kur lind me vese. Po. Atëherë, sistemi është ai që kontrollon. Nuk është të bindur në shpendin, që shpendi, ti do bësh gjyqtar, po do jesh objektiv, nuk do vjedhësh, nuk do korruptohesh, do japësh vetëm drejtën. Nuk është kjo. Janë ligjet që e kornizojnë shpendin. Nuk mund të krijosh dhe të krijosh njeriu e ri socialist sot që flasim. Për këtë arsye, në gjithë këto elemente që thash, këta kanë harruar me qëllim diçka shumë të rëndësishme. Këtë përvojë 30 vjeçare, këto para që ti ke dhënë për shpendin, por mbi të gjitha, të vlerësim që ti duhet kesh për punën e shpendit, a e përcollet te brezi tjetër apo jo? Sepse sot që flasim, këta prokurorë dhe këta gjyqtarë të rinj që janë sot, duhet më shohin mua, duhet shohin një tjetër dhe thonë, po ç'punga mund t'jap dënime me burgim të përjetshëm? Nesër kujtohem për një vetin tjetër ata pas 10 vjetësh, më nxjerrin dhe mua në rrugë. Kjo është pasiguria e vendit të punës. Kjo është pasiguria e ushtrimit të detyrës me ideale, sepse në rast se një prokuror ka dhënë 20, 30, 40 burgime të përjetshme, ka goditur kaq banda, kaq organizata kriminale, por pas ka shpëtuar një trafikant e ka lënë të dali, atëherë vente ajo peshorja e famshme. Dhe çfarë mëson brezi të ri të prokurorëve dhe gjyqtarëve, ose mos e them prokurorë dhe gjyqtarë, po tërë sistemi të drejtësisë në përgjithësi. I mëson faktin e thjesht që nesër mund të krijohet një reformë e çuditshme, mund bëhen ca kritere të çuditshme dhe ti mund të përfundosh në rrugë. Atëherë thot ai, pse ç'më duhet mua? Më mirë gjej një rrugë të mesme, gjej një oportunitet, edhe me shtetin gjej një oportunitet edhe e kaloj këtë situatë. Pra çfarë ke bërë? Me këtë reformë ti dukesh sikur po kthehesh prapa për sa i përket mënyrës se si e trajton personelin tënd. Dhe në rast se nuk ka siguri prokurori dhe gjyqtari, nuk mund të ketë siguri qytetari. Po. Tani un po t'jap ty një perceptim timin qytetar. Kam parë shkatrimin e arsimit vi vet nga sistemi arsimor. Është në raste më të mirë është, në falë për shprehjen, bajg valla. Ku dërmon bajga mund të përdoret për humus, atës mund ta përdorësh për asnjë lloj. Çfarë ka vrarë atë për shkak? Meritokracia valla. Se edhe njerëzit duhet ta kuptojnë që te teoritë e demokracisë, që është Schmidi, thotë edhe demokracia ka anën e vet keqe, tirania shumicës që e kemi sot. Po. 83 veta, karton jeshil, Rama mreti. Demokracia është në kushtet e kësaj janë 83 veta mandatuar nga il popolo albanistanese, ngritën atë është legjitime. Nuk vi dot në gjykatën të më shikoj se ka me legislativin e ka rregulluar aty. Ka pedagog që thon ti japun këtij studentin tim mirë të mëzej vendin. Gjykatësit. Të mbarsun ide të mira, ideale tek gjykatësit e tjerë që dvi ky dali më mirë se sa unë në mëzej vendin. Pra, kjo lloj mungesë meritokracia sjell moçale juridike, moçale arsimore, moçale politike gjitha me radhë. Dhe këtu kanë ngecur vlla, këtu qel beter. Pse? Sepse njerëzit, nga që nuk e kanë marrë me merit në një pjesë dërmuese postën e vet, duhen me mbajt me çfarë do lloj çmimi. Kam parë zotëri fierin e kapt, se unë i kam pasur pronat e familjes e kam pasur në fier. Na kapte gjykata administrative e Vlorës. E kam thënë emrin atij gjyqtarit, magjistratit, po s'po ja thënë tani se duket se kur e kam personale. Zotrinë e kam parë në foto me Edi Ramën vlla. Je pushteti ndarmër zotri, është pushteti gjyqësor dhe pushteti ekzekutiv. Tashti. Më lidhe dy elementë, kështu që do ndërpres. Më lidhe dy elementë shumë të bukur.
dhe do dalë dhe kjo ajo përgjigja jote e fundit. Më lidhe sistemin arsimor me sistemin e patronazhimit. Atëherë, të shkojmë te shkolla e magjistraturës, se këto të dyja që the ti i lidh nga pikpamja e gjyqësorit, shkolla më e kualifikuar shkolla e magjistraturës. Ka pas disa fenomene dhe elementë të cilat justifikojnë tërë diskursin tënd. E para, nga viti në vit, në shkollën e magjistraturës po ulet mesatarja e pranimit. Mërshme. Kjo është e mërshme. Sepse tregon që niveli arritje, ma duhet të jetë 10.2 mesatarja. Që tregon që niveli i arsimimit në përgjithësi dhe i njerëzve që ti po kërkon të marrësh aty, po bie. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë, për të dalë atje ku thoni ju. Reforma duhet ta zbraste sistemin që të kishte nevojë për të futur sa më shumë njerëz. Dhe duke patur nevojë për të futur sa më shumë njerëz, mazhoranca kishte një derë të vetme që kishte bërë me ligj, shkollën e magjistraturës. Çfarë ndodhi? Vitet e fundit, në shkollën e magjistraturës kanë kandiduar, kanë fituar dhe janë bërë dhe gjyqtar dhe prokuror Fondacioni Qemal Stafa në mënyrë dominuese. Fondacioni Qemal Stafa i Partisë Socialiste. Të gjithë shumica e këtyre të rinjve kanë hyrë dhe atje. Kjo është risi, dashur njerëz, mbajnë një shtim tani se keni po merrni informacionin që si dini, si gjeni kund. Përveç kësaj, në shkollën e magjistraturës, po të shohësh, kanë vajtur punonjës të administratës publike. Ta punonjës të administratës publike vinin nga patronazhimi ose i Fondacionit Qemal Stafa ose nga partia, sepse në punës të ishe, tash nuk duhet jemi bufa, nuk bëjmë dot bufin. Të ishe në punës. Bufi është i zgjuar. Jo, mirë, s'po gjejmë fjalë tjetër. Që të ishe punonjës në punës, duhet të ishe patjetër antar i Partisë Socialiste që të ishe në punëse. Nuk besoj se ka ndonjë që më thot mua sot që shiko administrata publike është e pavarur. Ka patronazhist. Më dalin ata le ta thon. Tash ti, në rast se ti 10% vin nga punonjës tatimesh në shkollën e magjistraturës, 10% vin nga jurist ndërmarrjesh, jurist hipotekash, jurist ku diun, të tërë sistemeve ku i kishte kapur mazhoranca, a mendon ti se mund të mos ketë foto gjyqtari me drejtuesin e partisë së tij? Kjo është e pritshme pastaj. Do mërzitesha nëse s'do ishte. Atëherë, çfarë është realizuar? Është boshatisur sistemi? E mbushim me tanët. Duhet marr urgjent sepse jemi vonë, apo thon njerëzit që s'kemi drejtësi, duhet dhënë drejtësia sa më shpejt. Atëherë duhet i marrim të i fusim sa më shpejt. Po a është kujtuar ndonjëri thotore kush e zbrazi? Jo, më fal. Kush e zbrazi? Kush e krijoi këtë problem që do e zgjidhni? Këta e bëjnë qëllimisht. E krijojnë problemin dhe duhet gjetur një zgjidhje emergjente. Zgjidhja emergjente është o burra mjep listën e Fondacionit Qemal Stafa, çoje ke shkolla e magjistraturës, nxirri shpejt gjyqtar dhe prokuror, e kemi kapur sistemin për 50 vjetne. Jo ta marri opozita, po ta marr kush të doj pushtetin, hajde ç'bëje me atë sistem që ke bërë ti. Me lexu ti deklarimin e gjykatës Vlorës për çështjen e pronave të mia. Mos më pëlqen ty në personale, por ne. Ja, po ta marr unë flas tek ajo se atë njoh, nuk di të them çështje në makro sepse nuk kam njohuri juridike dhe mund gaboj. Edhe të çoj dhe ty në gabim pastaj. A kupton? Po atë që e kam lexuar vetë, jam bo jurist i vetes time valla. Kishte hequr metrat katror të ndërtesës në përllogaritje mbi tokën. Në vlerësim. Tani, edhe unë që jam ignorant juridik, drejt kushtetuese e kam pasur 10, e kam pas qef, po kam bashzu për shkenca politike, di që ka dy forma patunshmërie. Toka dhe ndërtesa. Fakti që ndërtesa vendoset mbi tokë, o ti magjistrati i shkollës Qemal Stafa, Ismail Qemal Stafa, Fondacioni Qemal Stafa, nuk mi ha mua metrat katror aty, nuk mbi vendoset toka. Si u mor ka këm toka ime, u mbi vendos ka te toka tjetrit. Unë do përpiqem të rrim parim. Po në parim, vetëm parim. Unë do përpiqem të rrim në parim. Dhe duke ndetur në parim, unë do të them, në rast se sistemi funksionon normalisht, gafa e çdo gjyqtari apo prokurori ose e një gjyqtari të një shkalle rregullohet në shkallën tjetër. Në rast se shkalla, në rast se të gjitha shkallët minimalisht nuk funksionojnë në kohën e duhur, ti ke të drejtë pasaj dhe të bësh mendime dhe po themi sugjerime subjektive. Po në rast se brenda sistemin ti e gjen diku të drejtën, normal që ne nuk do të bënim këtë diskutim. Pra, fakti që reforma
detyroj të zvarriteshin gjyqet, do sjellde në këto pakënaqësi. Se në rast se ty shpejtësia në gjykim do të kish çuar në apel, do të kish çuar në gjykat në lartë, do të kish çuar në gjykat kushtetuese në rast se do plotësoheshin kushtet dhe kriteret, ti do ishe bindur, ore dale. Jo, më kupto. Do ishe bindur në kuptimin që do thoshe, ore dale, se s'jam vetëm unë në rregull. Nuk mund të jenë 3 shkallë gabime dhe unë i sakt. Por, të gjithë këtë diskursit ju krijoni, të gjithë të debat që ju krijoni me të drejtë, duke u nisur nga përvoja juaj, e krijoni dhe për këtë defekt që është krijuar, për zvarritjen gjyqësore. Dhe kjo dhe e gjitha sjell dy elementë shumë të rëndësishëm: pasigurinë juridike, sepse ti nuk disponon pronën tënde, ti nuk mundet ta shfrytëzosh pronën tënde, dhe mbi të gjitha mungesën totale të besimit tek shteti yt. Dhe këto janë dy elementë që mbajnë shtetin në këmbë, siguria juridike dhe besimi i qytetarëve, për mos përmendur elemente të tjera. Atëherë, këto dy elementë ti i ke tjetërsuar, i ke shkatruar. Pyetja që lind është, kur do rregullohet? Askush nuk të jep këtë përgjigje. Askush nuk ka për ta dhënë këtë përgjigje deri në momentin që askush nuk do ulet në një tryezë si kjo jona dhe thot, ore, kush e pati fajin që bëjmë këtë reformë gabim? Të gjithë neve. Edhe ata që këta që e projektuan. E ti thuhet, hajde këtu shpendi, ti je babai i reformës në drejtësi. Nuk të bëj më njerkun e reformës, dil nga dera. Këta përkundrazi, babai të reformës i thon, me që na e polle mirë reformën e parë, hajde na bëj dhe një fëmijë tjetër, të t'japim një komision tjetër. Nuk ndodh kjo. Po su bë analiza, pse shkuam deri këtu? Po su bë analiza, pse dhe vende rrotullnesh nuk tentuan ta bëjnë një reformë të tillë, ne nuk do ecim dot kurrë para. Nuk do ecim dot kurrë para sepse mund të kenë një qëllim. Mbase ky ka qenë qëllimi i tyre dhe ne po budallepsemi kot. Dëme kolaterale jam se ngelën 200 apo 300 veta pa punë. Dëme kolaterale për këto zeuset që vinë vërdallën për Shqipëri janë, edhe pse njerëzit nuk marrin drejtësi. Në fundit ai mund të mendojë që vulgu letrire hat aty se japun drejtësinë. Në sagën time që i përngjan sagës së Forsythve me drejtsinë shqiptare, administrative shqiptare, kam lexuar kod penal, kod administrativ, kod civil. Gjithë me radhë se kam pasur çik prerje për juristë, edhe pse nuk e ndoqa kurrë. Dhe shfletoj, shikoj një rast tani case study në Turqi. Në Turqinë autokrate të Sultan Erdoganit. Ishte prishur shtëpia dhe e kanë përdorur në gjyqën, pretendën time. Ishte prishur kasollja, një njeriu që kishte pa legalizim bazë të Strasburgut i ka. Vendimin e Strasburgut ke lexuar, po. Shteti turk. Po thuaj që ta kuptojmë gjysmë se unë. Atë takon ty se unë s'di. Jo, vazhdo ti. Është më mirë kur e shpjegon. Ishte ky zotëria që kishte shtëpinë vet pa legalizim kasolla. Ja prishën se shteti ka drejtën dhe unë jam ka drejtën për investimin publik. Pra do ta prish do të shpërblesimin në interes publik. 100% të vlerës zotërisë, sepse ti i cënoje e drejta jetës, që është e drejta e strehimit. Drejta e strehimit e drejta pronës që është direkt pas drejtës jetës. Po. Pra, ky shtet, kjo drejtësi, kur je i drejt me rolin e deusit. Unë ty do të gjykoj. Po unë duhet mendoj që Eugeni, edhe pse është kriminal, ka 3 fëmijë gruaja vet për të rritur. Tani do t'i mbush këta 3 fëmijët që janë tabula rasa me urrëtie ndaj sistemit për babën e vet, sepse baba më i keq në botë tjetër ai për ty, për fëmijën e vet është më i miri në botë. Apo do ta rehabilitoj, t'i jap një vendim të drejtë, duke mos i prishur familjen. Nga cili parim nisesh? Nga parimi i drejtësisë vëlla. Atëre, në rast se nisesh nga parimi i drejtësisë, jo nga një parim i fshet, unë po të shpjegoj diçka tjetër. Në X qytet, në vitet e para të rilindjes, u prish një pallat. Po. E marr me mend, po nëse. E themi kështu në kazë. Mos sa flas. Po s'es duam. Po. U prish një pallat edhe njerëzit afër mazhorancës apo po themi atyre që dhan urdhrin, se po mos ta bëjmë publik. Thon, ore, do na krijojnë pakënaqësi, se pallati mund të jetë me leje, është me leje, mund të merren dëm shpërblime sipas ligjit se sipas gjithave, dhe janë 400 familje, duke llogaritur dhe nga 2-3 banor për familje, janë 1000 veta që do jenë të pakënaqur. E di cila ishte përgjigje e Nalt Madhnive? Po tha, po ne do të transmetojmë direkt në televizion dhe janë 2 milion njerëz që do kënaqen. Nuk më prishet puna se bezdisen 2000. Psikologjia e turmave. Prandaj ta shpjegoj. Manuali i turmës. Ky është manual. Ne, më thon, unë nuk mendoj se këta janë zgjuar. 34 vjet asnjëri nga këta nuk ka qenë inteligjent. As ai qof largu nuk ka qenë inteligjent. Kam këtë
parlamentin këtu, nuk e di e ke para apo parlamentin 1921-shit. Çfarë burrash ka pasur? Në 39-ën, në 41-shin, 39-41, neve flasim shqip, mendojmë serbisht vlla. Kemi marrë një manual, ti kthej përgjigje një pyetje divine tënde, zore çapo ndodse, këtu është histeri Teza e Vaso Çubrilović. Po nuk i vram dot, do t'i bëjmë të shkatrojnë me njëri tjetrin. Ka gjë më vrastare se sa pronat e shqiptarëve? Jo vetëm kaq, por duke ju referuar faktit që ti me ëndje lexon një fjalim të Fanolit. Po. Ti me ëndje lexon një fjalim të Fajikonicës. Ti me ëndje lexon një fjalim të Atë Gjergj Fishtës, të Atë Zeflumbit. Dhe të mendosh që shumica e këtyre janë bërë 120 vjet më parë, dhe duket sikur flasim për ty sot, si ka mundësi më valla që mundet që 100 vjet më parë ka thënë të njëjtat probleme që janë këtu, e kupton çfarë është? Është vend numëro. Është hequr shiriti. Është vend numëro. Ne jemi futur në rreth edhe nuk po dalim dot nga rrethi në kaq vite. Në 100 vite, 120 vite. Dhe pastaj, në gjithë të analizë që ne bëjmë, të dalësh dhe të thuash që unë kam bërë një reformë e cila në 120 vjet apo 112 vjet pavarësi nuk ka qenë kurrë sistemi drejtësisë në Shqipëri, po unë po e bëj sot. Dhe ne themi 1 vretje, 2 vretje, 3 vretje, 4 vretje. Ore, a ka ndonjë studius pavarur kjo Shqipëria që thotë, ore zotri ndalojnë çik, se 112 vjet më parë ka patur gjykata administrative shumë më të mirë Ahmet Zogu. Se po them Lega Zogu. Ka patur gjykata administrative shumë më të mirë Kadiu i Turqisë në kuptimin e zgjidhjes së problemeve civileve. Bounty Hunters, ma ka thënë profesori Xhavit Shala që ka mbar 6 doktoratura. Përveç kësaj, për të kaluar Bounty Hunters, hiqa, më thënë, këta që janë për dënime vdekje, reward. Po, e kuptoj çfarë thua. Atëherë të gjithë këto element, a ka njerëz që të marrin e të dalin e të thonë boll më me temperamentin, duke luajtur me temperamentin e turmave, boll më duke luajtur me atë që quhet vogëlsi, dukje se thelbin e ke bosh. Të gjithë këto element të çojnë në faktin që ne rrim dhe merremi me propagandë dhe nuk merremi me dosjen që thuat ti të pronave, me çështjen që ka dikush tjetër, nuk merremi me problemet e rëndësishme që duhet të zgjidhen. Besoj se të ka rastisur në përdalje publike, edhe mua që ne jemi kritik, jo se kemi në interes, ma unë personalisht zero interes me sistemin drejtësisë personal, unë jam as jurist, as gjykatës, që kam tendenca që të futem në sistem. Po aman e dua të drejtësinë, që ore ta shikoj gjyqtarin si partnerin tim, jo si armikun tim, po na kthehet shtetin armik vëlla. Në mentalitetin ton shteti është armiku, pra haraçi. Ç'a ndryshon Muradi dytë nga Sureli i parë? Haraçi ai pa asilogjohet 3 herë taksën te makinat, te rruga, te gjitha. Do të thonë ne pagojmë kolaudimin, po e pagojmë edhe në taksa, e pagojmë edhe siguracion, e pagojmë të gjitha. Ta relaksojmë çik se mua vjen përqeshur me këtë haraçin. Më kujtohet para një viti u vendos një VKM ku gjobat duhet paguheshin brenda 15 ditëve dhe uleshin 50%. Ndodhi në mënyrë masive që gjobat që ishte 10.000 lekë, 10.000 lekë të vjetra, u bë 20.000. Dhe domethënë kur të vendosej gjoba, jo e njëjta gjë, ishte prapë më shumë, se në rast se paguaja të 10.000 lekëshën për 5 ditë, do të uleshe ke 8.000 lekësh se ulet 20%. Sot ne paguajmë 10.000 lekë më shumë. Dhe propaganda është që gjoba është ulur 50%. Tash çfarë them unë? Dalje publike. Kritikojnë spakun e sistemin në bazë perceptimin tim qytetar. Po i heqim këta pjesën që 5 minutën e pushimit. Do ta heqim spakun, e di pse duhet ta heqim në mënyrë objektive. Është e vetmja strukturë bashkë me gjykatën e posaçme që po justifikojnë pak diçka më tepër. Ne po biem prej edhe ne propagandës. E bëjnë qëllimisht të fokusohen te spaku dhe te gjykatë e posaçme, sepse nuk duan të shohim gropën që është në sistemin e madh. Për aq kohë e kuptoj shumë mirë, po për aq kohë po të flas unë për nocionin publik, pra për perceptimin publik. Për aq kohë sa zotëria e nderuar prokurori i përgjithshëm Altin Dumani një është i spakut. I spakut. Ç'është kjo me prokurori posaçëm? Drejtuesi i prokurorisë posaçme antikorrupsion dhe kundër krimit organizuar. Etj, se këta vetëm emra ngjeshin aty. Është hedhur në treg, edhe mbrohet nga sufler politik. Mua më lind dyshimi arsyeshëm që je pjesë e sistemit. Ja nëse këtu nuk dua ty. Nuk fare. Nuk dua ty për një parim. Shiko. Është perceptimi im, nuk e diskutoj, edhe është perceptim joti, po duhet të them diçka. Profesionistët
po i sulmove nga tëra format, do përfundoj në këtë vorbullën. Profesionistin duhet ta lesh sa më mirë. Shpeshherë unë jam edhe me mendimin tjetër, që profesionistin ti e sulmon duke e sharë, por i ke bërë të kundërtën, po i krijon atë glorifikimin. Okej, bëjmë marrëveshjen e fjalëve, sistemin e drejtësisë po e lëm spakun, se edhe unë mendoj që spaku në thelb justifikon diçka, ka lëvizur çikujra. Unë mendoj demagogji të mazhorancës. Demagogji të mazhorancës, fokusoni te spaku, thotë ke të mirat dhe ke vretjet, që mos shikoni gropën që ju kemi lënë këtej. Argumenti përgjithshëm. Argumenti për të ardhur ndim, argumenti që dhat juve në çdo lloj studie publike televizive që kanë vajtur, po e ka futur peshqit e mëdhenj. Po pse më kjo çeka drejtësia u futën peshqit e mëdhenj në burg? Po kjo nuk justifikon reformën. S'është reforma. Ti duhet ta kishe bërë atë. Çfarë po ma bën kështu? Kjo nuk justifikon reformën. Shumë mirë që ndodhi, ju dha fund pa ndërshkushmërisë. Shumë mirë. Është një element të cilin e tham. Është një mita. Po, në rast se prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme po i japin një këtë shenjë, atëherë shumë mirë e heqim këtë pjesë dhe themi bravo. Pyetja që lind është, me sistemin tjetër, me 90% që çfarë bëhet. Po e marrim 10% prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme të veprave penale që ka Shqipëria. Perceptimi është i lartë. Po. Se një çështje e prokurorisë posaçme nuk justifikon asnjë çështje të prokurorive të rrethave për perceptim. Por e vërteta është që drejtësia dhe sistemi i vërtet i drejtësisë është te populli, është te ajo juridiksioni i përgjithshëm që ne themi, sepse jo të gjithë ka nevojë të shohin dënohet apo jo një zyrtar i lartë. Ata të gjithët ka nevojë të shohin si zgjidhet konflikti i tyre civil, si mund të ndahen nga gruaja për 6 muaj jo për 6 vjet, si mundet të ndajnë pronën për 6 muaj jo për 6 vjet, si mundet të mos kenë probleme administrative, si mundet shteti mos u hyjë në kurriz, po të shkojnë në gjykata administrative dhe të gjejnë të drejtën e tyre. Të gjithë këto element janë ato të cilat ta qëllimisht nuk i përmendin. Po çfarë bëjnë? Marrin tytat e kamerave, i çojnë te gardhi i gjykatës posaçme dhe thon kush hyri dhe kush doli. Edhe sikur ndonjëri që të hyj të marrë në një flet formati atje, erdhi ky. E kanë thritur, po. Kjo është e qëllimshme. Këtë nuk e duan prokurorët e prokurorisë posaçme, se të punosh në trysni nuk është gjë e lehtë, nuk është gjë e mirë, nuk është dhe objektive, nuk është e shëndetshme. Këtë e do mazhoranca, këtë e do ai që do të shes që un kam bërë namin. Por, në rast se do të shesësh ti ke bërë namin, merr atë mikrofonin, merr atë kamerën dhe shko një në gjykatën e apelit të Tiranës. Dhe shko dhe shiko që ti duhet kishe 80 gjyqtar, 78, po themi rrumbullakosim 80 gjyqtar dhe ke 28 gjyqtar. Duhet mos kishe stok më shumë se 6 muaj, po ke stok 6 vjet, sepse ke 30-40.000 dosje. Duhet kishe salla gjyqi, në 28 gjyqtar duhet kishe minimalisht 20 salla gjyqi, ti ke 3 salla gjyqi. Dhe vazhdon propaganda që KLG-ja, qeverisja gjyqësore, do e plotësoj këtë element me gjyqtar, sepse do vinë gjyqtarët, se s'kan bërë as përvojën, as vjetërsi në punë nuk kanë gjyqtarët që të shkojnë në apel, do e plotësoj. Pyetja që lind është, do e plotësoni? Po. Ku do i fusni këta gjyqtar? Në cilat zyra? Po. Në objektin e gjykatës apelit, ne që kemi punuar, e dim që nuk mund, edhe sot që flasim me këta 28 gjyqtar, gjyqtarët nuk kanë ku të gjejnë zyrën, nuk kanë ku të lënë dosjet fizike, letrat fizike, s'kan ku të lënë se nuk kanë vend fizikisht. Atëherë ti do e plotësoke për 2 vjet, shumë mirë. Do e plotësosh dhe bësh me 70, ku do i çosh? A dim gjë, ka filluar në një godinë e re të ndërtohet për gjykatën e apelit? Se do 2 vjet të ndërtohet një godinë. Nuk besoj se do bëjnë me sanduiç, nuk do bëjnë, besoj se do e bëjnë me konstruksion për herë. Gjëra tjera se duhet të dalë tenderi, diella, prokurimet. Dhe të gjithë këto element të çojnë në faktin që këtu gjithçka është propagandë dhe propaganda që të konsumojë publiku, të kënaqet sa më shumë publiku, të ketë me çfarë të merret opinioni i dashur që ulet në tavolinë në kafe dhe thotë, "Oh, ky hyri në burg, ky doli." Përqendrohemi atje. Te zyrtarët e lartë. Dhe të harrojmë se ç'po ndodh me popullin. Sistemi gjyqësor, reforma në drejtësi, në rast se u bë vetëm për të krijuar prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme, nuk kishte nevojë për kaq shumë dhimbje, zgjidhet edhe në një formë tjetër. Krijoje 10 prokuror, 20 prokuror, u tjerë të rinë janë ndemënjan. Sistemi gjyqësor u shit të paktën
do bëj që do kishe një drejtësi të shpejtë, drejtësi të kulluar, që sot e tutje, që nga koha e Ismail Qemalit, te koha e Qemal Stafës, te pastaj te koha e baballarëve të kombit në reformën në drejtësi, do jetë e kulluar. Këtu nuk po ndodh asgjë e tillë. Dhe që të mbulojmë këtë gjë, do vazhdojmë të mbajmë të ndezur zjarrin e luftës kundër korrupsionit ndaj nivelit të zyrtarëve të nivelit lart. Jo se kjo nuk është, sepse korrupsioni këtu është aq shumë i madh sa prokuroria e posaçme jo ka sukses, por do ketë shumë më tepër sukses, sepse është në një lëndinë ku do të shkeli, ku do të futësh dorën do kapësh peshk. Dhe për këtë arsye, prokuroria e posaçme kaq mund të bëjë se ç'do bëj më tepër. Si mund të bësh ti më tepër kur ti je i izoluar këtu dhe rrotull teje të gjithë janë kundër, ose në mos janë kundër, nuk janë pro teje. Në mos nuk janë pro teje, nuk bashkëpunojnë realisht me ty. Sepse ç'mund të bësh ti me 20 prokurorë dhe 60 hetues? A mundet ti me 20 prokurorë dhe 60 hetues të mbulosh korrupsionin e tëra niveleve, ku ti në çdo bashki që shkon kontrollon nga një tender e gjen në shkelje dhe fillon ndjekjen penale për tërë kryetarët e bashkive, 1/3 e kryetarëve të bashkive, ku ti në çdo dikaster që të shkosh do gjesh shkelje penale. Si do ja bësh me gjithë këto element? Atëherë, të gjithë këto element plotësohen në një formë tjetër. Funksionon sistemi i jurisdiksionit të përgjithshëm, prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, funksionojnë sa më mirë. Funksionon sistemi i policisë, funksionon sistemi antikorrupsion, se antikorrupsioni nuk e ka vetëm prokuroria e posaçme. Se i ke bën re këta të mazhorancës, çojnë dhe thonë ja presim ne prokuroria e posaçme ç'do bëj. Më fal, ç'do bëj drejtoria e pastrimit parave? Ç'do bëj drejtoria e doganave? Ç'do bëj drejtoria antikontrabandës në dogan? Ç'do bëj drejtoria e policisë dhe krimi ekonomik? Ku i kanë të gjithë komisionet e brendshme të kontrollit të revizionit që quhej më parë kontrollit të brendshëm që ka çdo dikaster? Ku e kanë rezultatin që i çon KLSH-ja? Të gjithë këto element, në rast se bëhen bashk, sigurisht ja lehtësojnë punën prokurorisë posaçme. Të gjithë këto element janë në formën e duhet punë skuadre që ta kuptojnë thjesht. Po, që ta kuptojnë thjesht populli, duhet që ta kuptojnë të gjitha instancat me njëra tjetrën, ose që ta kuptojnë në rast se ti digën e mbajtjes së ujit e bën në fund, do bëhet ai shumë ujë, ai shumë zullum, sa do e marr digën para. Duhet vesh ato digat e vogla para dhe duhet ta kanalizosh që ky lumi i madh i korrupsionit të kalojë nëpër ca tuba, të kalojë nëpër ca filtra dhe në fund kush që i zoti që e çau tubin është prokuroria e posaçme që e pret me shotgun dorë. Po më para duhet heqësh ato cironkat hiqi. Kush i heq? I heq drejtoria e pastrimit parave, drejtoria tatimore, drejtoria doganore, i heqin drejtoritë antikorrupsion për ministritë e posaçme që janë. Dhe kush ngelet që do mendim më të specializuar, kemi prokurorinë e posaçme. Këta çfarë kanë bërë? Kanë zhdukur tërë sistemin dhe thotë ne tash po presim të gjithë se çdo bëj prokuroria e posaçme. Jo. Unë po pres të shoh se çdo bësh ti njëherë si pushtet ekzekutiv me të gjithë elementet dhe hallkat që ti ke. Unë nuk po pres që ti të më krijosh diellën dhe unë të them që opa, diella na shpëtoi. Tashi prokuroria e posaçme le tri pa punë se unë kam bërë diellën. Nuk kanë sense këto. Edhe dielli të dashur miq është kthyer në transgjenor, është kthyer diella me rilindjen, do presim gjëra të tjera. Me diellën dua të them diçka të bukur. Më kujtohet, lexova në një nga këto shtypin ndërkombëtar, kishte krijuar një diversion shumë të bukur, se e kam shumë qejf këtë temën e diellës. Kishte krijuar një diversion shumë të bukur. Thoshte, në rast se Shqipëria sulmohet nga një sulm kibernetik nga hakera dhe vritet diella ministria e re e qeverisë, a do angazhoj Shqipëria nenin 4 të NATO-s për të futur në luftë? E bukur shumë. Kjo është temë. Të betojmë, kjo është temë, ke dhënë temë vëlla. Të falenderoj shumë që ma dhe këtë temën. Kjo është temë diskutime. Ishte perl vritet, sa atë nuk mund ta vrasësh dot me plumë vëlla. Sulm kibernetik Sulm kibernetik, pra na u vra një ministër në luftë shteti. Ka ikur një ministër. A duhet angazhuar Neni 4? Neni 4 është kur sulmohet një aleat që për dëgjuesit që nuk e dinë, të gjithë aleatet e tjerë i dalin në mbrojtje. Kam edhe një pyetje, unë do rrija me shumë qejf me ty. Jo, dhe ne duhet të lëvizim. Se shoh që po të çan telefoni se i zën. Çështja me Gonigëll, 3 minuta. Po. Si e parashikon ti, a ka rrezik real apo është fllus sapuni nga opozita për të ngritur atë imazhin e vet që këtë do vinë amerikanët, do ta marrin e do ta çojnë matan Atlantikut? Shikoj, çështja me Gonigëll, kjo e fundit nuk ndodh.
për arsye diplomatike, për arsye politike, për shumë arsye. Çështja me Gonigal është një problem shumë i madh për sa i përket marrëdhënieve që kanë dy prokuroritë, prokuroria shqiptare me prokurorinë amerikane. Në rast se autoritetet gjyqësore amerikane e quajnë të domosdoshme të krijojnë marrëdhënie me prokurorinë e posaçme të Shqipërisë, çdo shtetas shqiptar që ka pas marrëdhënie me Gonigalin duhet të jetë i shqetësuar, sepse me Gonigali veprimtarinë e tij kriminale e ka ushtruar në Republikën e Shqipërisë, po themi ka ngritur infrastrukturën, ka bërë gjithçka për sa i përket pasojës si ka ardhur duke marrë ato $250,000. Në këtë element, prokuroria e posaçme në rast se do ketë një bashkëpunim letër këmbim ose ajo që quhet letër porosi juridike për ndihmë të ndërsjellë juridike në fushën penale, sigurisht që do marr shumë të dhëna nga Megonigali, por dhe duhet të jap shumë të dhëna për Megonigalin, sepse Megonigali tregoi që në Shqipëri hetimi duhet të përcaktonte kë kishte takuar ky njeri, ç'bënte liçeneve të Belshit apo restoranteve të Tropojës. Si hyri në kryeministri, kush e priti, çfarë protokolli pati, çfarë bisedash u krijuan, çfarë momentesh kishte të cilat ishin të dyshimta. Të gjithë këto elemente në rast se autoritetet gjyqësore amerikane i kërkojnë, prokuroria e posaçme do ja jap po të ketë bërë hetime. Në rast se prokuroria e posaçme do i kërkoj letër porosi autoriteteve amerikane mbi rezultatet se çka thënë me Gonigali, ajo do i përshtas me hetimet që ka vetë. Këtu nuk mund të paragjykohet dhe nuk e di se çfarë ka në dosjen e prokurorisë posaçme në bazë të kallëzimit që ka bërë Gazmend Bardhi. Të gjithë këto element, në rast se do shkohet seriozisht, minimalisht vendosin të zbuluar shtetin shqiptar përballë faktit që ne jemi, të themi, nuk themi do të korruptues, po të paktën jemi inferior ndaj çdo personi që flet gjuhë huaj. Kjo është pak për e sigurt. Kjo thjesht e vërteton që ne jemi inferior. Duke qenë inferior dhe për një person që ka dalë në pension, të hapen dyert e kryeministrisë dhe ti mos ta kesh të regjistruar asgjë kundi në rast se nuk e ke, dhe ai të takoj edhe në për vende të tjera të turistike të Shqipërisë, persona që kanë halle për vizë amerikane, për të kaluar vettingun apo për të patur probleme të tjera. Të kërkoj temën. Gjithë këto element. Shkon në muze, kam vajtur në Siçili se unë bëj turizëm kulturor. Det më të bukur se Shqipëria nuk kam gjetur në Europë. Me vajt në Itali për det, e ke dërmiu në Borçën. Po iki në për muze. Kam vajtur në Siçili, muzeu i zbarkimit të aleatëve dhe të kinematografisë italiane. Në 10 vitet e fundit, unë dhe shoqja ime ishim të vetmit shqiptar që kishim shkruar atje të libri. Dhe po ta marr për arsye, jo vetëm që kemi një ignorancë totale, domethënë jemi fokusuar vetëm te televizioni dhe këto përshqepem ne më thet tash lart e poshtë, por edhe te fakti që ore në një muze shkon edhe ai do shkruaj pak emrin këtu lutem. Po. Jo më në një protokoll shteti. Mund të jesh terrorist vëlla, vjen tjetri, vjen via FIA. Jo vetëm aq, por edhe në nuk e di ke ti në kryeministri që të paska ardhur me Gonigal dhe mos jetë fare regjistruar, por kjo bën mua vëlla. Atëherë burimet e funksionimit të shtetit, domethënë mënyra se si mund të hetohet ose si mund të ketë hetuar prokuroria e posaçme, se unë nuk e paragjykoj atë pjesë, është Garda e Republikës. Pse ka lista, kush hyn e kush del. Protokolli i shtetit, që ka një protokoll brevet kryeministria. Po të themi dhe kamerat, hyrje dhe daljet, po të themi edhe mënyrën se si mund të komunikosh ti me ambasadën amerikane, ti thuash, ore, ky zyrtar i lartë ka paraqitur kërkesë për të ardhur për të vizituar Shqipërinë dhe këtë donte takonte. Janë shumë gjurmë të cilat mbeten, ose për të kërkuar, ore, ky njeriu ku ka vajtur, ku ka shëtitur nëpër Shqipëri, ka takuar Shpendin apo Eugenin? Shpendin e takoi se i premtoi viza dhe i mori lek, apo Eugenin e takoi se i premtoi Eugeni lek për të kaluar vetting, Eugeni lek atij për të kaluar vettingun. Të gjithë element janë elemente të cilët do të çojnë në një zgjidhje të hetimit në rast se amerikanët kujtohen nesër dhe thonë, ore, do m'japësh sa të dhëna se çka bërë me Gonigalin në Shqipëri, dhe ti si prokurori ke gati ja dorëzon. Se ti nuk dënon atë persona, ish dënuar atje, ka mbaruar tërë hesapet. Ti do shohësh në bashkëpunim me shtetasit shqiptar, a ka bërë ndonjë veprimtari kriminale ky njeri apo jo? Se ne kemi kollaj dhe bërtasim themi, po ka bërë ushtrim ndikimi, ka bërë korrupsion andaj, me kë e bëri? Amerikanët nuk duan ta dënojnë.
Me kë e bëri, për arsyet e veta, për marrëveshjet që krijohen, mund të kenë ndonjë të penduar aty. Garancia, po. Mund të kenë ndonjë të penduar aty, janë problemet e tyre. Po ti si shtet shqiptar, a nuk je interesuar të shohë që mos vit të ta hedh në një tjetër prap? Minimalja, mos vit të ta hedh në një tjetër prap. Dhe mbi të gjitha, në rast se administrata Trump e ka marrë seriozisht FBI, e ka shumë të thjeshtë për të hetuar dhe për të gjykuar. Si që kapi me Gonigalin, e ka shumë të thjeshtë dhe për të verifikuar gjurmët e me Gonigalit në Shqipëri. Unë jam shpresplot që dosja është, thjesht po rezervohet një skandal diplomatik, sepse qeveriu edhe njëherë si njëherë përfiton nga krizat globale. E the qeveriu. Dikush e thot qeferia, se bëhet qef. Ai është qeveriu. Vetëm ai bën qef aty, asnjë tjetër nuk bën qef. Prandaj thuhet qeferi, jo E qeveri. ke parë për shembull se janë si në vdekje. Prandaj thuhet qeferi. Partisë Socialiste kur del mreti para, se ne quajmë mret diell, është Luigi 14 ky plotson çfarë do lloj parametri, si në higjen, si në gjitha merat, si Luigi 14. Nga pikpamja ligjore kemi probleme edhe me dekretin e diellës. Pse? Se përgjegjës për veprimet e diellës dhe funksionimin e saj është fort do ishte nëse do t'i hante darka. Mos i ka shpëtuar presidentit ky gabim? Presidenti, un kam respekt për drejtuesat e shtetit. Jo nga pikpamja ligjore përgjithësi, flas. Po të lexosh dekretin, përgjegjësitë, se shiko, makina është në shërbim të njeriut. Po. Dhe përgjegjësi penale ka personi fizik. Po. Maksimumi ka dhe një shoqëri e administruar nga ty. Jo Benzi, ka Lenci. Dhe për këtë arsye, në rast se në dekret shkruhet përgjegjës për veprimet e diellës është kryeministri, problemi i madh është kjo punë. Unë mendoj që kjo është një skem tjetër për të futur te tendrat. Tani nuk vidhet më tenderi. Vidhet serveri që mban diellën që na mbron neve tenderat. Shiko, të gjithë shkencëtar nuk kemi, po sa gjëra i kuptojmë. Po do bëm mua. Sa gjëra i kuptojmë. Kemi makinat e prodhimit të bukës që ta analizojnë fare. Në rast se makinës së prodhimit të bukës i fut miell të zi, do nxjerr bukë të zezë. Në rast se i fut miell të bardhë, do nxjerr miell të bardhë. I fut krunde, i fut krunde, nxjerr krunde. I fut sheqer, do e bëj kek. I fut krip, do nxjerr bukë. Tash të gjithë elementë që quhen algoritma, çfarë do fusësh do të nxjerrë. Bëjmë më të thjesht akoma, se s'duam ta bëjmë kaq të komplikuar se do tallen me ne ata të IT-ve që dëgjojnë edhe këta programuesit. Por të paktën kemi provuar me ChatGPT-n që kemi. Kur i mërzitesh çati vjen pas avazit. Po ke të drejtë, më fal, thotë të gjithë. Atëre, algoritmi diella do të jetë kaq serioze në algoritmet e saj? Diella tha një fjalim shumë të bukur në parlament, Eugen. Unë ndihem shumë e fyer, që diella e fyer. Diella. Prandaj duhet mos bëjmë dhe ne gabimin që të bijmë në atë rrjetën e kësaj loje. Nuk duhet të flasim me dekrete, nuk duhet të flasim me kushtetut, nuk duhet të flasim me shkelje ligjesh, por duhet të flasim thjesht dhe pastër. Kush do heq diellën nga priza? Nuk ndihem unë i fyer, ti i fyer që po poshtrohemi intelektualisht, profesionalisht nga një kast ignorantësh që kanë kapur shtetin edhe po vrasin çdo lloj njeriu të zgjuar, ta heqin jashtë sistemit me mbush me debila të dobishëm. Me diellën. Dhe ofendoj diella, fyet diella. Kështu do mbyllet. E mbyllim me diellën. Ofendimi ndaj diellës. Kush do na sulmoj diellën kibernetikisht, do jetë në luftë me NATO. Pas tjetën e gjatë diella. Natë e mirë dhe kujdesa, se do vi drejtësia e re, do vi një ditë. Po se kur do dje i larg. Natën. Juve dini që diaspora zë pjesën dërmuese të audiencës tonë, kësaj na ofrojnë biznese nga shqiptarët të cilët jetojnë jashtë kufive të MMD-ut. Një ndër ta është Stone Mountain Law, një zyrë legale e themeluar në Angli. Është akredituar për shërbime emigracioni nga IAA, Autoriteti i Shërbimeve të Emigracionit. Janë ekspert të licencuar nga shteti, jo anonim, që nuk mbajnë përgjegjësi për çfarë bëjnë. Pra në Stone Mountain Law, juve miq, jeni duke u marrë me ekspert të licencuar. Pse e theksoj këtë? E theksoj sepse boll dhat lek pa letra, pa hedhur një firmë, pa dal dikush garant për pagesën apo edhe për mbërritjen tuaj në
Mbretërinë e Bashkuar. Mos u merrni me sekser anonim. Mos u merrni me seksera që ja u bëjnë fush me lule, sepse emigracioni nuk është fush me lule, por duhet të ndjekësh etapat legale që ti të shkosh dhe të ambientohesh, të socializohesh dhe të përshtatesh me një realitet të ri, ndryshe nga vendi mëm. Boll shkuat me gomone dhe duke lënë jetën në rrugëve, o njerëz. Sot në Tru Podcast ka një muaj që ka ardhur Stone Mountain Law. Stone Mountain Law bën ndjekjen e komplet procesit me protokoll dhe transparencë të plot. 100% success rate reale në 2025, sepse nuk merret përsipër aplikimi nëse nuk ka dokumentacion të plot ose ka mangësi serioze sa për të bërë puna. Vizat kryesore që mund të kenë tepër interes nga Shqipëria janë visitor visa, student visa, kam partnership me mbi 100 universitetet më të elitare të UK, të Mbretërisë Bashkuar, dhe përfitojnë ulje. Merren edhe me të gjitha procedurat. Sponsorship license për bizneset në Angli që ju mundson të marrin fuqi punëtore nga jashtë. Bashkim familjar për gjithë juve njerëz cilët jeni familje të ndara për arsye të emigrimit të njërës palë apo të palës tjetër, dhe citizenship ose passport për rezidentët aktual në UK. Shërbimi ndaj klientit është 10 nga 10 nota. Post arrival advice, paket udhëzimesh falas që përfshin integrimin kulturor, shkollimin profesional, taksat, aplikime për llogari bankare dhe strehim. Dedikim strikt që nga përgatitja e dokumentacionit, plotësim nëse ka mangësi, deri tek marrja vizës dhe më pas me ardhen në UK me free post arrival advice, e certifikuar për mbrojtjen e të dhënave të klientit, i cili është kthyer në problem serioz në çdo sektor. Çmime transparente, absolutisht pa kosto të fshehura. Dhe më e bukura e më të bukurave, në Stone Mountain Law ke 15% ulje në qoftë se ti përmend Tru Podcastin. Edhe në Angli po ju çoj me ulje Tru Podcast dhe Stone Mountain Law, një bashkëpunim për ndihmë të vëllezërve dhe motrave ton shqiptar që janë emigrant ose synojnë emigrimin. Nuk duam që njerëzit tanë të provojnë gomonen 2025, të lënë jetën rrugëve, sikur janë jetim pa tokë. Për ta kontaktuar Stone Mountain Law, duhet të kontaktoni në numrin +44 7777, pra 47 277 505. Edhe një herë, +44 7777 277 505. Ndërkaq, është dhe faqja e website-it www.stonemountainlaw.com. Adresa për gjithë juve shqiptar që jeni në Angli ose në Britaninë e Madhe, North London Business Park. 15% ulje, nëse përmend Tru Podcastin. Për ty që e lexues, për ty që e dashuron librin, ka vetëm një faqe që mund të merrni jo vetëm libra, por merrni dhe sugjerime për librat. Në stacioni i librarisë, nga Kristiana Çelaj, mikesh e Tru Podcastit, e keni parë këtu në një bisedë shumë të bukur që është pëlqyer nga më shumë se 5000 veta. Dhe juve dini që YouTube nuk është si TikToku apo Instagrami që mund të dalësh për 30 sekonda me një budallik edhe bësh viral. YouTube që të bësh viral do kontent shumë cilësor. Dhe kjo vajza bashkë me stacionin e librarisë ja kanë arritur qëllimin. Mua më kanë ardhur shumë dhurata, më ka ardhur kjo, më ka ardhur libri këtu poshtë, edhe shumë libra që i kam këtu te kjo biblioteka ime modeste. Merrni librin tek stacioni i librarisë. U prija një bilet vetes, më shumë se 25.000 lekë të vjetra, nuk kushton një libër voluminoz, dhe prija vetes biletën për një udhtim në univers. E dini vetë juve për çfarë flas, juve pasionatët e dashuruesit e librit. Stacioni i librarisë në Instagram dhe keni 15% ulje nëse përmend Gashin dhe Tru Podcastin. Vetëm vazhdoni lexoni, sepse vetëm kështu mund të ndryshojmë Shqipërinë tonë.